ende ne kemi kohë që të punojmë me shoqërinë tonë, që ta përgatisim edhe më mirë në aspekteve disime se deri ku shkon inteligjenca artificiale. Një prej arsyeve pse ne kemi numrin më të madh të deepfake edhe përmbajtjeve mashtruese duke u përdorur inteligjenca artificiale është për shkak të zhvillimit të veglave, të cilat mundsojnë edhe prodhim në gjuhën shqipe. Më herët nuk ka qenë kjo mundësi dhe s'kemi pas mundësi që ne të shohim video deepfake të personave aty, të avatarëve, se mos i quajmë persona, të cilët flasin shqip. Tash i kemi në gjuhën shqipe, por është në dialekt në tosk, është në gjuhë standarde, që prap të tregon që për momentin ende ne kemi kohë që të punojmë me shoqërinë tonë, që ta përgatisim edhe më mirë në aspekteve disime se deri ku shkon inteligjenca artificiale dhe çka ajo ofron. Në gjuhën angleze këto hapa janë kryer, edhe në shumë gjuhë të mëdha të botës. Në gjuhën tonë ende jo, dhe këtë diskutim e kemi pas, unë mbaj mend edhe shkurtin e vitit kaluar. Dhe unë e thosha që ne e kemi një përparësi, sepse në gjuhën tonë nuk e kemi një vegël që e prodhon diçka të tillë. Sot ajo është avancuar, do të avancohet edhe më shumë nga ditës për derisa ne po i shohim që këto gjenerohen, po i bie që modelet po trajnohen. Dhe ato trajnohen edhe nga vetë gjenerimi, pastaj i përmbajtjeve të ndryshme. Dhe kjo e bën që numri të jetë edhe më i madh. Tash i kishim zgjedhjet, do të shohim, po supozoj, deepfake-a edhe më shumë të doktorëve, sepse ne e vrejmë se si ka shumë dezinformim sa i përket fushës së shëndetësisë, sepse kjo lidhet pastaj edhe me mënyrën se si ne jemi më pak racional, më shumë emocional kur analizojmë një përmbajtje që ka të bëjë me shëndetin. Pra gjëra të tilla që janë trende në zhvillim të havshëm në vende të tjera dhe që edhe ne nuk mund të jemi imun, do të vinë edhe te ne.